Flavio Qari, mirë se erdhe. Konsiderojnë që jam i pa shpirt. Ishim paga qesharake. Gjithë ka nga i shtëpi bari, ka nga i Ne butik roba. Se çdo lloj kompromisi për të dalë në televizor. A të pëlqeu reagimi që bën Sara dhe Bardhi? Çiki Qizi Peti. Ke marrë në një kërcënim Bardhi vet nuk të ka shkruar? Po është gallat. Po. Viserlo. Cili moderator sipas teje nuk e meriton të dalë në ekran? Ronaldo Sharka. Arbana apo Ledion Liço? A mendoni se Egli do shesi aq shumë si këngëtare? Ndërsa Egli mund të dhezi këtë dherë. Ja janë ndarë, nuk janë ndarë. Me thënë ju dedikojnë këngë. Ai ka thënë që s'kam qenë kurrë në një marrëdhënie me Egli. Çfarë bën Xheneta? Gjithkohës duke ofenduar një vajzë tjetër. Sepse Xheneta do fam. Dhe fama do dham, ka thënë dikush. Ai ore budalli. Unë jam budallin. Yje, përshëndetje! Po përshëndetje. Përshëndetje zoti moderator, regjisor, autor, çdo gjë që je ti. Pse më duket sikur si jemi në atë të tonën, ë? Sepse jemi në konstruktime e sipër. Po në konstruktive sipër. Absolutisht fjalë e dur, mirëllëk ishte fjala e parë. I dashuri moderator, dëshiron të thoshte jemi në konstruksion dhe kemi ardhur në një zyrë me qera, në një studio me qera, sepse Jona do bëhet më e bukur se kur. Po kemi marrë këtë skulpturën. Po, kemi si ca gjëra tona që të duket Jacksonin. është WTF, nuk është jo veç WTF. Po, e vërtet. Kalojmë direkt tek ky episod i cili do të nisim me një intervistë me një prej gazetarëve më të njohur të vendit. Ai mbahet përqendrimet e tij shumë të forta dhe për mos këngëçaren nga se çfarë do thonë të tjerët. Dhe për këtë arsye kemi ftuar sot në WTF Show Flavio Qari, mirë se erdhe. Hajde publiku. Mirë se na erdhe. Faleminderit, nuk e di ai meritoi fjalët, po faleminderit shumë. Po i meriton vetë tash lekë. Po i meriton. Se më tha. Jam dilema. Në dilemë, okay, është në dilemë. Tash pastaj. Flavio, unë prandaj ta bëra edhe prezantimin ashtu sepse ti ke një karrierë mjaft dinamike dhe ke pasur qëndrime të forta në rrjet. Sa e vështirë është ti je një gazetar i cili e thot mendimin e tij hapur dhe jo nga shumica e kolegëve të tu, me sa kam parë unë, që qëndrojnë brenda kornizave dhe nuk para bëjnë kritik. Dgjoj, nuk kam menduar ndonjëherë se kam mbajtur qëndrime të forta, as nuk e kam si qëllim vetvete. Problemi me mënyrën se si unë e kam mësuar zanatin është që unë kam menduar gjithmonë se kam qëndrime të drejta. Dhe nëse ka një këshill që ma kanë dhënë si sekret për zanatin është që duhet të kesh parasysh vetëm interesin publik. Kështu që nëse ti ke një gjë që mund të bëj që ca njerëz të rrudhin buzët dhe qëllon që këta të kenë pushtet ose famë, varja ti ke tjera interesa dhe të ardhurat e tua në kuptimin e audiencës dhe të vlerësimit profesional vinë nga tjera rrethana, nga mundësia për ta thënë atë që mendon se është e drejtë. Flavio, çfarë mendon për këta gazetarë të cilët përpiqen ta mbajnë mirë me gjithë? Thjesht ruajnë relatat apo ndoshta VIP-at tan pëlqejnë të jenë pak delulu dhe duan të gjejnë atë çfarë duan? Të dyja, unë përgjithsisht i kam shmangur konfliktet me ta sepse është mënyra si ata kanë zgjedhur të jetojnë në jetën dhe zanatin e tyre, po fakti që unë neveris atë mënyrë, ndoshta edhe për zili, ndoshta jam i pazoti për qenë servil, i pazoti për ta mbajtur mirë me të gjithë, se është edhe ai një talent, po nuk e ndaj atë as si strategji, as si vizion. Dhe me qënë se jemi tek personazhet, ne dim që diferencën mes personazheve bën paksa edhe televizioni në cilin ti je pjesë. Pra, nëse je po marrë shembull në Top Channel, sigurisht që mbase ti si personazh do jesh pak më viral dhe më i njohur se sa një personazh i cili është në televizione më të vogla. Ty si të duke në televizionet në Shqipëri? Kush mendon se e bën më mirë dhe më pak mirë, të themi, këtë pjesën e... Se di, unë kam aktualisht 5 vjetë që punoj të syri, dhe kam punuar 5 vjetë në Top Channel, përveç Klanit edhe RTS-s edhe ca tjerëve. Nuk, kjo është legjendë urbane, kjo televizion, sidomos tani, televizioni vogël, televizioni madh, nuk funksionon më. Nëse shes statistikat e zgjedhjeve, 2 televizionet e parë kanë qenë Top Channel dhe Syri. Në letër bën sens, jo.
në fakt është vetëm përmbajtja që ti ofron. Kështu nuk kam më tani televizioni madh, televizioni vogël. Klikojnë njësoj mendon ti një emision në Top Channel dhe një emision tek syri? Apo A produkt ka ndikuar dhe YouTube, rrjetet sociale është që lloj tani përmbajtjes edhe ka ndikuar për mirë rrjetet sociale që nuk ka më një hegemoni licence. Si? Duhet bëj subscribe. Patjetër, po. Atëherë, sa po fola me drejtorinë e madhe të YouTube-it, dhe sa po na thanë që ju duhet bëni subscribe në andale.al dhe të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale andale.al. Si e sheh këtë pjesën kur thonë që televizion ose nuk duhet përdorat fjalën bastarde, po llumi, kur thonë llumi, do të thënë, a mendojnë që neve këta që kategorizojnë si llumi jemi ne ata që bëjmë të famshëm dhe a duhet gjejnë këta vend në televizione? Normalisht jo. Unë mënyrën se si e kam ushtruar zanatin, përgjithsisht kur kam pasur të bëj me personazhe që vinë nga, le të themi, trash TV-a, përpiqem të jem shumë kritik me ata, jo për ata çka janë, po për rrezikun që ka qenë e tyre në hapësirë publike dhe modelet që ata krijojnë. Mirë po, nuk e ndajnë shumë kolegë këtë vizion me mua, disa herë pas herë më konsiderojnë sikur jam i pa shpirt, edhe kështu që kam gjetur një të mesme paqe personale, që thjesht nuk kam asnjë lloj personazhi të tillë në asnjë gjë që unë bëj edhe përpiqem ti shmang, ti injoroj, të merrem vetëm me ato që i konsideroj si tema që duhen trajtuar për opinionin publik, qoftë edhe në nivelin e zbavitjes apo të showbizit. Flavio, flitet shumë për pagesat në televizione. Thuhet që televizionet abuzojnë me faktin që klikohen, ka një audiencë dhe pagat janë të ulta. Të paktën një reagim i fundit ka qenë ai i Rozalatit, ku ka thënë që ishin paga qesharake vetëm për faktin. Nuk e di për kë ka patur, por vetëm për faktin për të drejtuar një program. Ti si e shikon, a mund të jetosh mirë duke bërë televizion në Shqipëri? Gjë, unë bëra një batut kur doli ky lajmi për Vispupën, thash më duket se vetëm u shkojmë punë për rrogën. Se gjithë ka nga i shtëpi bari, ka nga i Në butik rroba. Butik rroba. Çështja është që nuk di ta them këtë gjë, sigurisht nuk je i pasur si gazetar, po jeton mirë, jeton i përket shtresës mesme të lartë, sigurisht nëse e bën këtë punë si qëllim vetvete, jo si famë për qëllim vetvete. Ka shumë njerëz që pranojnë çdo lloj pagese dhe çdo lloj kompromisi për të dalë në televizor, për të qenë aty. Unë nuk kam merakli shumë i madh i daljes në televizor, as në ekran, unë jam merakli i bërjes punës time. Dhe nëse më keni parë ndonjëherë, po ja them, më ndodh edhe tani kur unë jam në intervista, kam, pavarësisht se kanë kaluar 20 vjet që nga era parë, kam gjithmonë një lloj sikleti. Nuk jam kurrë 100% rahat. Nëse ky do ishte emisioni im, do isha totalisht në kontroll të atmosferës, situatës, vibe-it, sepse kjo është PR. Kur unë bëj emisione, është gazetari dhe aty jam në fushën dhe në habitatin tim. Ekziston një mit në popullin shqiptar që thonë bëhen debate dhe shere vetëm për të marrë pak famë. Dhe në fakt i ke qenë pjesë e disa episodeve debati, të themi virtual, me disa personazhe të showbizit, kështu që ne kemi një listë me disa personazhe dhe ti do na thuash një mendim tëndin shumë shkurt, ose shumë gjatë, ose mund t'i telefonosh. Mund t'i telefonosh. Dhe e para, e cila unë jam më kurioze se për të gjitha të tjerët, është Sara Gjordeni. No comment. Pse no comment? Pse është grua martuar me fëmijë, s'ka lidhje. S'është një njëjti personazh. S'po flasim ne për marrëdhënie dashurore. Personazh. S'është një njëjti personazh. Jo, s'është një njëjti personazh. Atëherë ishte një gocare që a vitej në për reality show. Tani është një gocare, po që ka i familje, ka jetën e vet, që nuk dua për parim timin, jo për atë pëlqeu reagimi që bën Sara dhe Bardhi për Elvis Pupën, për Elvis Pupën që kemi më të freskët. Çiki Qizi Peti. Po ndaj teje? Shqip që ta kuptoj dhe audienca. Akoma më kjo. Djathtë, pulë, ç'është tjetër konfar. Jo, e pash se më doli të këto lajmet, po ndaj meje unë atëre në fakt u bë virale një tjetër gjë që më sulmonin këto njerëzit e Sarës dhe unë tesh.
Çfarë të shkruanin njerëzit e Gjëra të saj? çuditshme. Kërcënime? Dhe këtë do të pyesa, ke marrë ndonjë kërcënim jo nga Sara ose në përgjithësi, se profesioni gazetarit është dhe pak riski. S'është e marr shumë seriozisht, po. Ke marrë Do kërcënim? me thënë të pas kanë ofenduar goxha njerëzit e Sarës. Apo kërcënuar. Ja, është pjesë e histerisë së Big Brotherit ajo, nuk ka lidhje, nuk. Bardhi vet nuk të ka shkruar? Po është gallat. Po. I ke kthyer një përgjigje? Po. Çe i ke thënë? Kemi fol. Po do të tregoj çfarë. Jeni sqaruar, jeni në gjë. Rëndësika që jeni sqaruar. Emri i radhës Marin Mema. I vetmi që bën gazetarisë si mision dhe e thënë nga unë që kam qenë dhe një gjyq me Marinin, shpresoj ta vlerësoj. Vlefshëm po. Gjesti. Nuk më pëlqen fare. Valbona Mhilli. Gose mirë. Viserlo. Rrove. Leta telefonojnë Viserlo. Ecim. Elisa Agolli. Se kam parasysh shumë ç'a bën me thënë. E di si personazh, por nuk e Nuk e ke parë Të ngjit, podcastin? të ngjit. nuk e njoh që të arrin në atë konkluzion. Luana Vjollca. Punëtore. Alba Okej. Polozhani. Dgjoj se po mpret familja. Harxoj kohë për të më vetë. Ronaldo Sharka. Punëtor. Dhe Ariola Doçi. Se kam Polim Hotin. Me pret familja pra e thami. Tani kemi disa pyetje. Ato specat janë shumë të shëmtuar për t'i Janë të ngrënë. rrugë. Ato specat janë Mbaruar, shumë që më thoni që ti jap Po, Pyetjet. Ato janë shumë të bukur. A do ta zgjedh pyetjen? Po, duhet zgjedhësh. Gjitha do i bësh ti është Atëherë, ideja është ose do përgjigjesh ose do hash specin në të kundërt. Cili moderator sipas teje nuk e meriton të dali në ekran nuk do të dali, nuk e di, nuk do të dali. Se di. Ka shumë që bëjnë emisione politike që s'duhet ta bëjnë, s'marrin vesh nga politika. Cili nga ata? Një emër ose Ka në për speci. televizione informative sa duhesh. Nuk i di as emrat, po e shoh që bëjnë kot. Një emër televizioni pra nëse s'ka moderatori? Kavaja TV. Apolloni. A vazhdim me Apollonin di, priti. Flasim troll. Shtovelushnja. Apolloni, po. Ai kisha seriozisht me Apollonin. Apollon. Pyetja tjetër? Pyetja tjetër. Tjetër shpejt. Pritse hove. Cila nga vajzat e ekranit është vetëm e bukur dhe jo e artikuluar, është shumë nga ato. Vetëm e bukur dhe artikuluar. Pse doni të më fusni në siklete, vazhdoj me pyetjen tjetër. Se përgjigj, nëse më përgjigj specin. Do ai specin, Po ku patjetër. do ta hash pa Kush është sipas teje programi më skandaloz në televizionet shqiptare? Ha, Llumi TV. Llumi TV, Haber të Darkës ke Tirana TV. Zbulon sot një personazh të njohur që të ka kërcënuar pas një lajmi apo deklarate, e thash Bardhin. Ua se ka kafshuar. Prit. Kemi edhe një lojë, duhet të zgjedhësh mes moderatorëve më të zot sipas teje. Dhe kush do shkojë deri në fund? Priti se e ka fshoj o nëna i. Të bëftë Të thash. A të dogji? Më thuaj. Arbana apo Alketa? Kush është më i mirë? Po. Arbana pa diskutim. Arbana apo Ledion Liço? Mu më pëlqen Arbana. Arbana Osmani apo Arti Xhebrea? Arbana. Arbana Osmani apo Ed Manufshi? Arbana. Arbana Osmani Apo? Grida Xhuma. Arbana. Okej. Dhe e fundit Është shumë e thjeshtë. Arbana Osmani E apo mori Bledni Arbana. Fevziu? Ja fut Fevziu. Ja fut. Ja më faleminderit. Faleminderit. Shumë nëjsi. Ju kërkoj ndjes që po ju ndërpres të super mega episod, por ju duhet të bëni subscribe këtu poshtë dhe të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale Andale AL. Ore, besoni të mësysh ju? Pasi ju ka ta ndisën kështu. Atëherë, ndodh, neve mundohemi të jemi shumë të sinqert, po që ndodh, ka rasti që ndodh, që çdo gjë del jashtë kontrollit. Studia jon ishte ende e papërfunduar sepse është në rekonstruktim, jo në konstruktim siç e the ti. Flavios në mes të intervistës i ndodhi një e papritur familjare dhe ju desh të largohej. Qa ka ndodhur tjetër? Misira nga shkallë. Njerëz kam rënë nga shkallët, më shënjtur kyçi. Tregoj. Do me thënë është e tmerrshme se çfarë ka ndodhur sot. Sot e vërtet. Më lutem marr pak policinë në telefon. Jo, mos e merr policin. Ku mund ta
ankohemi ne për këtë. Do me thënë, a ka ne fallxhori që mund ta marrim sysh? Nuk e di pyeta ta nga Firli. Fallxhori zemra nuk të marrim sysh, të ndihmojnë që të tjerët të mos marrin. Më heqin syrin. Po them të flasim pak për këngën e Eglit. Po patjetër. Çka ka ndodhur me Eglin? Egli ka publikuar këngën Jetë, që është një këngë, e di sa më bëri përshtypje mua se ishte këngë shumë kështu domethënë e dhimbshme në tekst, po thumbnaili që kishte vendosur a cover ishte një foto e Po pse ti s'e ke parë si brenda thumbnail-at ato? Shikoni. Po mirë, pse mos e shfrytëzoj duhet ajo pamjen e saj, është vajzë simpatike, vajzë e bukur, me gjitha të mirat në trup, pse mos e shfrytëzoj? Le të ndalim pak të tekstit, them unë, sepse më bëri shumë përshtypje, ishte i bërë nga Fifi dhe thuhet në një pjesë që boll mos e jam lodh mike pip ti nervat dhe ndjenjat e prap vi tek ti, zemra më sjell tek ti. Nuk ta falo jetë. Një pjesë shumë që unë direkt bëra lidhjen. Se okay, prisja që do ishte një këngë për Gjestin, po ajo çfarë mua më bëri shumë përshtypje që kjo pjesa sa fort jam gjyku pse kam dashuruar me zemër. Ishte me thënë Ende nuk e dim se sa me zemër është dashuruar, po kur e dëgjova atë pjesë. Të rrodhi. Tani un po shikoja pak një pjesë të këngës së Gjestit e cila ka dalë dhe është bërë dhe kërcimi viral dhe dëgjova dhe këngën e Eglit, po mu duk më virale dhe më e bukur kënga e Gjestit. Kam përshtypjen se normal. Ai e ka atë karizmë dhe ka ndërtuar atë stilin e tij si artist. Egli është ende një artiste jo e afirmuar. Pra Gjesti ishte ka bërë dhe këngë. Po ka bërë në bashkëpunim me Olz Bylykun, plus edhe vetë lloji këngës, kënga e Gjestit është fan, a kupton një pjesë e këngës Gjestit, sepse ka dalë gjitha. Ndërkohë ajo vetëm 10 doli, kështu që. A mendoni se Egli do shesi aq shumë si këngëtare? Krahasuar me periudhën kur këndonte bashkë me Olcin. Tani këtë sezon veror mendoj që po, pastaj mbetet shihet se çfarë arti do ofrojë ajo, sepse ne kemi pas dhe rastin e Semia Upa që shpërthiu me këngën mos u kthe. Ndryshova me mos ma thy të fjollës. As mos ma thy nuk është. Por domethënë bëri bujë me atë këngën dhe u zhduk pastaj dhe nuk po i dhezin më këngës siç thon dhe miqta nga Kosova. Ndërsa Egli mund të dhezi këtë verë, sepse është e freskët. Bravo, këtë do thosh. Dhe ka qenë personazhi kryesor i këtij biku, se Semi ja bëri këngën Borës dhe Donaldit, po Egli ka më shumë mister si personazh. Shiko, tani është dhe pak kjo pjesa që është shumë e pikpyetje që ajo ndara nuk janë ndar, do thënë ju dedikojnë këngë tjetër, pra zbërthejnë këngën, siç ndodhte pak a shumë me Xhensilë dhe me Besin në momentet e parë që njerëzit nuk e dinin dhe prandaj është pak më mbetet me pikpyetje dhe dilema gjithmonë shet. A mendoni vërtet që ata janë bashkë? Domethënë a ka njëri në këtë tokë që mendon që ata janë bashkë? Pashi video ku Gjesti ishte në koncert edhe do këndonte një këngë për eksin, më duket edhe dikush i kishte përmendë emrin e Eglit dhe ai kishte thënë jo, atë se kam eks. Ato se ai se ka zgjatë, domethënë ai ka thënë që s'kam qenë kurrë në një marrëdhënie me Eglin. Është vërtet, por Egli ka paralajmëruar, se do të thënë parashikuar, ka paralajmëruar një bashkëpunim me Fifin. Si mendoni do rezultoj ky bashkëpunim? Do jetë prapë një balad, po mua më pëlqejnë baladat. Pena e Fifit është fantastike. Pa ecin baladat në verë se po afron verë. Po mund të jetë balad verore, ka balada verore. Dafina si ka necur, po ajo që mua më bëri shumë përshtypje është se si u prit kënga e Eglit. Ka pasur shumë nga ata të cilën e kanë quajtur Eglin viktim, ngeli duke u viktimizuar, ose e kanë thënë për tekstin bisedë telefonike, pash disa komente, pra thuaj teksti që ishte. Ama me këto komentuesit jo, thjesht, më thënë, jo, kanë të drejtë të komentojnë një këngë, pa të cënuar diçka tjetër. Thjesht më pëlqeu. Por normali nuk më kishte si të mungonte Xheneta, që normalisht e fut gjithmonë në një kunj si 7-13. Ka postuar një foto që thotë që jepini Oscar viktimës më të mirë, diçka e tillë. Disa njerëz meritojnë Oscar. Mua më vjen shumë inat që ka disa nga këto personazhe kanë qenë ato personazhe që kanë thënë stop bullizmit, mos shani, mos ofendoni, dhe Xheneta realisht, domethënë pavarësisht se është shumë karizmatike, shumë e lezetshme në gjën që bën, ja fut në Çfarë bën Xheneta? Trotuarin. That's the real question. Çfarë bën Xheneta? Përpos kësaj, domethënë orë minut, gjatë gjithë kohës duke ofenduar një vajzë tjetër. Ndalo. Pse? Ta them unë pse. Sepse Xheneta do fam.
Dhe fama do dham ka thënë dikush. Jo, realisht më vjen shumë keq Gjeneta, Gjeneta duket se është kapur pas çiftit, pas Gjesit dhe pas Ekrit dhe i ndje kështu do me Dhe thënë. dikush është e forta që doli për herë të parë pas Bigut Kosovës në një intervistë në Kosovë dhe tha kjo është hera e parë dhe më fundit që unë flas. Dhe nënshkroi një kontratë me Top Channel vetëm për të folur për Gjestin çdo të dieltë Ndërkohë çdo të dielë trotuari, po vjen vera, njerëzit po martohen. Mbaroj me Gjestin dhe me Eglin se s'ka më çat flasi sa ata i kanë ndarë rrugët e Me tyre. këto kapet Po u mor me Sarën, i tha tim ke marr tha. Ishin. Jo ishin ore personin tha që un po flas tha ti e ke ngacmuar. Po pra po e kishte s'ishte më në lidhje pra e ka pasur. Do me thënë nuk e di Gjeneta zemër. Gjeneta unë e di që Gjeneta do reagoj për çdo gjë, po ajo çfarë unë dua të ndaloj pak, jo shumë gjatë, është debatet e fundit tek ferma VIP. E ke fjalën për Big Mama, se ku ka ferma, ku ka debat, është Big Mama. Është absolut ku ka debate se ku kishte fermi ishte Alba me Limin. Kështu që lutem. Kështu që do të ndaloj pak tek ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur mes Big Mamës dhe Big Bassës. Nuk janë zënë se kush është më big ose kush e ka më big. Thjesht janë zënë sepse Big Mama i ka vjedhur disa sende personale Big Bassës, ku përfshihet një send i djalit dhe ka ardhur reagimi i Vesalumës, ku tekstualisht ka postuar në story. Pra më përpara ajo kishte thënë që Big Mama duhet të përjashtohej nga gara, por ka reaguar. Tani që po e mendoj, po e tërheq fjalën. Nuk dua të përjashtohet Big Mama, biles le të rri aty deri në fund që të jap mesazhe se si duhet të jenë gratë shqiptare, apo se sa shumë i duam fëmijët tanë. Me që me vedi degenerohet apo shfrytëzon selet e saj për klikime, pse mos të rri? Shiko, Big Mama është nga ato personazhe që bie në kontradikt shumë me veten, sepse ishte Alba në ferm dhe tha që gjithë shkaku i debateve dhe gjithë energjisë negative ishte Alba. Doli Alba dhe është pikërisht Big Mama ajo që nxit debate dhe ka konflikte me të tjerët. Ajo çfarë mendoj ndonjëherë më duket mua ndoshta jam gabim që Big Mama është personazh i keq kuptuar. Pse mendon këtë gjë? Jo, Big Mama e luan. Unë jam me ato që çdo kush merr ato që meriton fund ditës. Nuk e di, më duket pak e keq kuptuar ndoshta temperamenti i saj sepse njerëzit që janë shumë nevrik të zellshëm i japin direkt atë targetin që ky është njeriu keq. Thjesht ndoshta unë mendoj që ajo është e keq interpretuar dhe pak e nxituar. Ajo fut hundët në gjëra që nuk i takojnë. Sidomos në krevatet e vajzave. Domethënë është e tmerrshme të fusësh hundët në krevatin e tjetrit dhe të jesh kurreshtar se çfarë. Imagjino ajo me Antonelën, hajde Alba se zëm ishte provokuese, hajde. Okej. E provokonte në shtrat me Limin që prap nuk ka faj Alba. Po Antonela çai bën Big Brother që merr me jetën e saj jashtë, ti e kështu. Secili është ai që është për veten e tij. Big Mama fut hundët. Ndoshta Big Mamën e kanë jam lodhur nga mbrojtja që i bën Luana Vjollca dhe tjetri që thon ti je një personazh shumë i mirë, ne të njohim sa zemër të madhe ke ti jashtë. Jo Luana, jo Big Mama, ti ai që shfaq në ekran. Ai je. Tani të mbaj përgjegjësi për veprimet që bën ose se është grua e madhe në moshë, nuk është 18 vjeç që jam shumë dakord, se një televizionin. Jo, se Big Mama ka një jetë në televizion, nuk po them gjë thjesht, po them që ndonjëherë më duket mua është e keq kuptuar. Fakti që është pak e nxituar. Është pra po ta mendoj. E dini çfarë ndjej unë duke parë fermën, më duket edhe nga kjo mbrojtja që ti e përmend dhe që unë e kam ndier, më duket sikur ajo mund të ketë diçka të premtuar, pra mund të ketë premtuar një fitore, sepse gjatë gjithë kohës asaj i flitet, mbështetet, suportohet, dhe unë kam përshtypjen që Big Mama do jetë fituesja e fermës VIP. Nuk e di nëse mund të jetë fituese, po që nuk është e paditur kjo që të gjitha si banorët e Big Brotherit, si edhe ata që futen në fermë, kanë një kontratë. Futen me një plan. Paguhen për çdo ditë që qëndrojnë brenda. Kjo nuk është e paditur. Ndoshta për Big Brotherin kam dyshimet e mia, po për fermën ma ka thënë burimet e mia të sigurt. Po si ju duket ky edicion? Domethënë se mua më duket shumë qetë që nuk po përflitet. Që kur doli Alba dhe Limi, ferma ka rënë qetësi. Po, është e vërtet, por krahasuar me edicionin e kaluar të fermës, është më shumë viral, ka më shumë situata që ndodhin. Po, dhe nga ana teknike është më mirë. Nga ana teknike është më i organizuar. Ama kasti që ka qenë edicionin e parë, për mua ka qenë me harmonia. Absolutisht, për mua ka qenë të gjithë Cilieta, Dionisi Mariana, të gjithë, ndërsa ky kast më duket pak si vaka, si kanë shumë hatër mbetje, jo për zgjedhje dur, ndërsa kasti i parë ishte gjithë si familje dhe shumë rrallë kishte debate. E pat episodin e fundit të Dalina Show. Po si nuk e pa. Tuna, zogu më i mirë për krejtve ishte aty dhe dha një
Super Dha intervistë. një intervistë ekskluzive sepse nuk kishte dalë më parë të fliste për djemt, për marrëdhënien me Norën, për marrëdhënien që ka pasur me ish bashkëshortin Me Kozman, Patrisin, Me Robertin, me Robertin. Dhe ajo në fakt ka dhënë një deklaratë për ndarjen nga Patrisi ku ka thënë: "Ne nuk ishim nga ato dramat që të ketë ndonjë arsye konkrete për ndarje. Thjesht ishin shumë të akumuluara gjërat, jo vetëm të shtatzanis, por edhe më herët. Askund nuk jam pishman. Për mua një nën duhet të jetë e lumtur para së gjithash që të rrisë fëmijë të lumtur. Dhe unë nuk isha e lumtur në ato martesë." Dhe është treguar e guximshme Tuna. E guximshme dhe e kujdesshme. Shumë e kujdesshme. Ishte Po. dhe shumë e bukur estetikisht ta shikoje, do të Fjalë thënë, aq pak. e qetë, fjalë pak. Po. Nuk ishte Jo, nga e këto kisha personazhe që doni spotlightin. Tuna sigur ka një aura, i thon amerikanët, me thënë sikur të ka Ndjesi, një një ndjesi, një energji. energji. Dhe ishte Shumë shumë e kujdesshme në mënyrën se si shpreh për babain e fëmijëve të saj, për gjitha Po marrëdhëniet kjo që ka pastaj është pasur. media training, pra trajnim mediatik që personazhet E të dini ndryshëm e çfarë? kanë Po, shumë që nuk të e kanë. jenë të kujdesshëm për deklaratat që E bëjnë. dini Po, çfarë Keca më i bëri s'e kanë. përshtypje në të gjithë deklaratën e asaj ishte periudha kur tha që po përjetoja ndarjen, por unë ndarjen thaj vendosa në plan të dytë, sepse babi tim i ra ata kardiak, nëna u diagnostikua me kancer, unë isha shtatzën, pra më pëlqeu se maturia dhe pjekuria e asaj se jemi mësuar që Tuna e skandaleve, Tuna që mbushte portalet dhe jo, në fakt Tuna tregoi në këtë intervistë një anë tjetër Tuna të s'ka saj. bërë, tani që po mendoj, Tuna nuk është se ka bërë Ja kanë skandale, bërë, ja ja kanë bërë. bërë. Ja po, kanë pra, bërë, po, kanë ka përdorur qenë në emrin e qendër Më thënë, saj. përdoresh po, përdore ky zogu edhe. Po, marrëdhënia me pastaj Kozmanin, me këto. Ama ma Po, Tuna, ajo dha një shembull që shumica e personazheve që ne i shohim si idhuj dhe e shikojmë sikur ato kanë çdo gjë në terezi, në fakt dhe ata kalojnë luftrat e tyre në thonjza, si me familjarët, me shëndetin ose me gjëra të tjera. Shiko, neve kemi disa muaj që kemi nisur këtë gjë dhe për fatin ton të mirë kemi pasur kontakt me shumë njerëz të ekranit që deri para 2 ditësh neve ne kishim si idhu, idealizonim, por në fund të ditës janë thjesht njerëz, mund të ndahet një njeri që punon bankier, gruaja juriste, mund një këngëtar me një aktor, pra në fund të ditës janë thjesht njerëz, ndikohen nga gjithçka. Po, por Tuna ka një diferencë shumë të madhe, besoj e keni vënë dhe ju re, nga shumë vipa që ka në showbizin shqiptar. Tuna sa herë që vjen, edhe në X Factor kur kemi qenë tek prapaskenat, edhe tek Dalina Qert, vjen me një staf me vete, kuratorës, make-up artist, Prandaj parukier, prandaj karriera e saj është aq e gjatë, zemra sepse ajo punon Kujdeset dhe me po kushtohet detaje. në detaje. Me detaje, ma Po, pëlqen me që shumë. jemi tek Tuna, mua më pëlqeu shumë dhe kënga me Dytonin, Du që është Ma bërë pëlqeu virale shumë në e ku më TikTok. preku në faqe te video la vil. Besoj nuk e ke lar faqen deri sot. Pra ne kam ardhur në punë me kështu. Vazhdoni ndër fashës, mundesh të vjen era Tunës në Si mund, okay, leta bërthejmë këtë gjë. Si mund t'i marrë erë faqes time? E bëj kështu, e bëj Apo- era. Po Si mund t'i marrë? Po se anja si që merr erë kësaj. Ua, degradoj misi edhe këtu. Kaq do misi. Dhe këtu hy unë në punë që them ka gjishte për këtë episod. Edhe tani Artemisa e te kalove limitin, po tani hy unë për të ndruar temë. E pa Po. çfarë operacioni kishte bërë Blero? Sa operacion të shplas. Çash, çash. Shiko. Operacion quaj çdo gjë që përfshin shiringën. O, zemra ime, Mos pas operacion. shiring fatosi se. Operacioni është si te kasapi që të çan me thik. Ajo është Blero nuk një është qartë, ndërhyrje po, ati. mini invazive. Shiko, për te shaka, si këta të dy janë të degeneruar, nuk e di si bën një emision me këta. Ka pasur aludime. Si më i bukur je. Ka pas aludime për shpirë. Për çfarë? Për shpimet patjetër, për shpimet jemi këtu. Blerë në një intervistë, ishte shprehur se albumi i fundit që do nxjerri Do flasi për do botox? jetë, do jetë i fundit në karrierën e tij. Po, Mos, po, do shku askush lishtë në nuk kokës tani. jo, po askush Si nuk mundet? askush Si mundet nuk ai e lojtar? vuri ujë në zjarr për këtë gjë sepse vëmendjen e mori Blero kërcënon me album të ri duke bërë botox. promovon albumin e Blero me shiringën të Ua, ti nga është inspiruar nga The Weeknd. Albumi i fundit i The Weeknd ka pas një cover, jo ky që e bëri si plak, ka pas Po një ka cover qenë një kështu si ai si Pretty Po se dia Squidward. që ekziston Photoshopi, Blero ekziston Photoshopi. Jo, shiko. Mund ta bësh Photoshopin Pse vërtet. mua
Tani neve nuk e dim se sa e vërtet është kjo e botoxit, sepse thjesht janë disa ndryshime që janë parë, thjesht në internet kjo është parë me sy shumë gazmor, do unë po mundojmë të jem sa më shumë politikisht korrekt, që mos të bëjmë cancel nesër pas nesër se ja Allah dhe Shiko. Kostian, ti nuk do bësh cancel një herë, këtë ta kish sigurt sepse uroj. ti na duhesh sepse do jemi bashkë të gjithë tek Eagle Beat Festival. Mund edhe mos na duhet Kostiani, pra mund t'iki dhe unë si përfaqësuese e UTF-s, Ti pa ju je çunat. ambasadore? Po unë jam ambasadore pa ju çunat, se atje do ketë shumë këngëtar të njohur, sidomos Meshkuj. Pse je interesuar? Te kush ka meshkuj ti e më e interesuar? Po për shembull, aty do ishte Ledri, Kapital Tia, Ylli Limani, Fred De Palma, po ajo është i lidhur s'kemi ç'i bëjmë. Po dhe këto të sipërmit Pastaj, prisni, DJ-t e Tomorrowlandit, Dimitri Vegas, Like Mike dhe Hugeli për ta mbyllur fix. Dinjësisht. Por njerëz që ta kuptoni më mirë se çfarë do ndodhi në data 13, 14 dhe 15 qershor, ne kemi ikur në terren në vendin ku do organizohet festivali për ta prekur më nga afër dhe për të kuptuar se çfarë do ndodhi atje, po dhe për të marrë disa thashetheme showbizi dhe disa prapaskena të këtyre këngëtarëve me famë botrore. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. What the fuck? What the fuck? Fatos do marrim bileta. Moj, po një sekonda, janë këtu vërtet zyrat e kuadrit? Ore, këtu është zyrat e kuadrit si kam kërkuar. Albi, kuadri. Na falni se kemi pak pa qef, si jeni? Këtu janë zyrat e kuadrit, apo jo? Po, ka ca vite. Si interesante, Ju e bën Eagle Beatin, a? Fatkeqësisht, po. Pse fatkeqësisht? Po s'është i lodhshëm. Hajde se do na tregoni më shumë, hajde flasim. Ua, sa bukur zyrat. Hi guys. Punohet këtu, a? Zyra është e bukur se ka goca të mrekullueshme, ka dhe çuna të mrekullueshëm, po fillojmë nga çunat, ai është Oresti. Po pse është fshehur Oresti? Oresti ka punë shumë të rëndësishme aty dhe ka muflon celularin mbrapa dy ekraneve shumë të mëdha. Këtu është Daniela, që ka një punë shumë të rëndësishme me të gjitha rajderat teknik të gjithë artistave edhe hospitalitin. Atje kemi Lumin për shumë pak kohë do e bëjmë mami dhe Ines, sepse ka bezdit i thojnë Inesa, nuk e thrasim dot kur Inesa, se na e kthen me gjëra të këqija shumë. Edhe shumë të tjerë që mungojnë që nuk i kemi për momentin. Kanë frikë të dalin kamera. Ikën me vrap në këtë drejtën. Ikën realisht ikën me vrap. Albi, faleminderit njërë që na mikprite. Po, e qa do pini? Doni në i kafe, në i ujë, në një... Ne pime dhe alkohol këtu. E di qa duam ne? Ha. Ne duam lajme. Lajme? Po, Lajme të material. spijen. Po, ajo na mbane me bukë. Po, Albi, hajde, qa lajme doni? Këtë vit kemi edicionin e 2 të Eagle Beat. Unë jam kurios të flasim pak edhe për edicionin e parë, për Martin Garrix. Sa e vështirë është të organizosh festivale kaq të mëdha në Shqipëri një herë. Me artist Sa kohë të ndërkombëtar. merë, sa buxhet të merë. Shiko, tani gjithë gjëja fillon nga... Doni të vërteta, po doni... Po të vërteta Vërteta se me lustra jemi mësuar kudo. E gjithë gjëja fillon nga një budallik. Sepse po ta mendosh holl të bësh projekte të kësaj natyre, janë shpenzime kolosale, sa po hap telefonin futesh në një çmenduri dhe në kërkesa të panumërta, dhe fillon si një çmenduri edhe si një gjë qefi, pra mungesa e të bërit një party shumë të mirë, mungesa e të bërit një fest, gjithmonë festën e kërkojmë që të vinë të na e bëjnë disa të tjerë. Natën që more vendimin për të nisur Eagle Beatin, ishe tap se thesh çmenduri. Si e more, do me thënë momentin që lindi Eagle Beati. E vërteta është që jam followers. Do më thënë nuk e mora unë vendimin për Eagle Beatin, e mori gjithë kjo rëmuja këtu mbrapa, gjithë ata që ju prezantova dhe ca që mungojnë, që s'janë këtu, që ishin pak më përpara, po zbritën poshtë. Nuk do ju them emra, se po ju thash emra do i shaj,
Edhe u mor, e vërteta është nuk është se nuk më pëlqeu si ide, po unë jam i çik edhe i mbledhur si natyrë dhe nuk do filloja kur një çmenduri të kësaj natyre. Pavarësisht që grindem nga mëngjesi deri darkë çedum. Me të drejtën në fund të ditës më pëlqen kjo lloj çmendurie dhe ky mund të jetë një lajm që i shaj të gjithë që më kanë futur në këtë vorbull, po në fund të ditës po e shijoj edhe unë një çik edhe pavarësisht që kthej kokën kështu dhe bëj pak si i mërzitur edhe s'du t'ju flas tani këtë periudhë. Sa lek do i gëllbiti që të bëhet? Sa zero? Po filloj direkt jo në temë. Në tem, unë jam shqiptar, olla. Unë atë bëj llogarinë e xhepit tjetrit. U qyqa. Do shumë. Sa Sa shumë? zero. O, do ta marr unë shifrën ty sot? O, siki nga kuadri. Sa zero. Në euro apo në lek? 6, ha? Sa i bie, Fatos? Po pra ti e pyete, duhet t'jesh mirë matematik. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milion. Po pra. 1 milion euro? Shikon, do të numëron të gishtat nga 20 sekondë. 1 milion euro. Në çik më pak, në çik më shumë. Tani, Albi, unë jam shumë kurios të di se flitet shumë për kërkesa tek njerëzit që kanë VIP-at, artistët dhe shqiptarë dhe ndërkombëtar. Marrim rastin e Martin Garrix, vjet. Cila ka qenë një kërkesë që ty të ka habitur që çfarë do ky këtë më vlla? Pse qesh? Çfarë do ai atë jo, por u surprizum pse donte aq shumë. Çfarë donte ai shumë? Unë po pres diçka që nuk e di, do surprizohem. Donte 5 pal. 5 pal. Çorape? Jo. Fia. Bluza? Jo. 5 pal brek. Brek Brek. Bokse më? Po, boxer. me ngjyra të ndryshme. Qa numri kishin o dane bokserat e ati vjetë? Large. Po mirë, kush ja bleu, dole veti bleve bokset large? Kush i bleu Që të bokset? kemi përgjegjësi shumë të madhe të gjithë neve për financat, vajtisoni. Dhe ai ju dha dhe masën e vet që tha i dua large? E shkruan dhe Rider i L. Po ai përdori Boxer të L 5 palë. ai përdori të pesta? Përdori 3. Ne kemi artista, flasim për artistat vendas shqiptar të cilët i shohim çdo fundjavë në klubet e Tiranës. Janë të prekshëm. Pra ku është ndryshimi të parit një artist në klub dhe një festival për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur? Unë mendoj që neve kemi problem shumë të madh me shitjen në qoftë se festivalin do e konsiderojmë një produkt artistik, domethënë një aktivitet kulturor, neve kemi problem shumë të madh me shitjen e produkteve artistike. Pra shumë gjëra ne i marrim për të mirëqenë që okay, ka një koncert aty, okay, është një lokal aty, okay, po këndon ai aty. Neve nuk kemi qasje shumë të madhe dhe respekt, domethënë e ndjejmë. Dhe vitet e fundit ndjejmë që kjo po fillon të po modifikohet, mbase dhe për arsye të koncerteve të mëdha, sepse ndjenim edhe ndjejmë dhe vazhdojmë dhe mendojmë që shumë shpejt kjo duhet të modifikohet, që ne nuk i japim shumë respekt, nga që mendoj që jemi vend shumë i vogël dhe ofrojmë shumë gjëra dhe jemi mësuar si natyrë ballkanike, sepse unë nuk e përdor kur terminologjinë që ne shqiptarët. Ne shqiptarët jemi Ballkanas. Domethënë ne shqiptarët jemi të mrekullueshëm, jemi të papam, jemi figura komplet, nëse doni të flasim komplet në zhargon. Dhe ajo ç'a bie, domethënë ajo ç'a bie në vesh, ajo ç'a ndihet, ajo ç'a kuptohet, është që neve shumë gjëra i marrim edhe për të mirë qenë. Jemi shumë krenar, të gjithë ballkanasit. Sa e vështirë është të ngresh këto skena në Shqipëri, në stadiume dhe në terrene të hapura? Ky është ai setupi që fillon tani unë me duar kryq. Domethënë se fillova i hapur e mblodha njërën se unë piva, tani ti çlodh të dyja. Nuk është fare e vështirë të ngresh skenat të bukura kur artisti është i bukur. Dhe kur them i bukur nuk dua të nënkuptoj që është i bukur si pamje vizuale, estetikisht, po është i bukur në shpirt. Është e pamundur që Alban Skënderaj t'i dali një dizajn i keq. Alban Skënderaj ka një dizajn të mrekullueshëm në recitalin Pallatin e Kongreseve në 2018 në hapësira e një ëndre. Albani kërkoi një skenë me një shkallë shumë të madhe.
Oh. Po. Dhe shkalla realisht u bë shumë e madhe. Dhe kur Albani erdhi në prova, më tha që jam fobik ndaj lartësive. Albi, në bluzën tënde shkruan hashtag unë jam Eagle Beat. Çfarë do me thënë kjo për ty? Vallaj beat nuk flas anglisht, nuk di ta them çfarë do të thot. Eagle më kanë thënë që është shqiponja. Po. Shqiponja. Shumë më kanë thënë. Tani pse Eagle Beat? Eagle Beat. Qa tjetër përveç? Domethënë shumë qef dhe shumë krenari nuk do e përdor, se është, domethënë është edhe i çik duhet të ndihemi mirë që jemi nga vendi i shqiponjave. Gjë që të jemi sinqert nuk e shesim shumë mirë. Pra, e shohim shqiponjën të stilizuar në shumë bluza, në shumë shall, në çdo gjë e shohim të stilizuar goxha keq. Sa i vështirë ishte të bëhej line-upi i Eagle Beatit? Kemi emra shumë të njohur, pra ndërkombëtarisht Dimitri Vegas, Like Mike Hugo, emra të fuqishëm shqiptar si Capital T, Elvana, Ledri, Ylli Limani. Ishte e vështirë të mblidhe gjithë këto emra bashkë? Në kufite të pamundurës, po. Vërtet? Po, si a dolo? Do me thë, qa i bëre ti? Si a transformuat mendjen ti bashkë me Unë mendoj që ka të bëjë me stafi? ato 6-0-t, mendoj. Nuk jam unë përgjegjësi fare për line-upin, s'kam lidhje. Kush është përgjegjësi i line-upit? Nuk ja u them emrin. Kush është përgjegjësi i Po dali line-upit? përgjegjësi line-upit këtu. Është përgjegjësi i line-upit Nuk këtu? ja u them emrin çado që të bëhet, nuk ju them që fillon me gërmën. Nuk ja u them. Kishte ndonjë kërkesë çuditshme nga artistat shqiptarë? Për momentin, shiko, artistat, para punës artistat shqiptarë të gjithë që janë në line-up, neve me ata dhe për ata, kemi bashkëpunuar në kaq vite sa jemi. Kështu që nuk është, tashmë nuk është se zhvillohen më biseda, qa na duen apo qa, do më thënë standartin e tyre e dim. Standarti i artistave që janë në line-up është jo një standart i zakonshëm, është në një nivel tjetër, ku tregu deri para pak vitesh nuk e kishte mundësi për t'i bërë ato gjërat, por bashkë me industrinë e festivale nuk është se jemi rritur vetëm ne. Është rritur gjithë tregu, edhe setape teknike, edhe njerëzit që i vënë gjitha këto veglat në punë, gjitha këto hekrat që them unë në punë, janë tashmë shumë serioze edhe në arenën ndërkombëtare. Për Dimitri Vega, Like Mike, mendoja që Dimitri Vega deshti ngjante Majkut dhe më duke, nuk e dija që ishin vëllezër. Më duket si është Dimitri Vega, por si Majku. Prandaj dhe emri. Ti duke i bërë translate e Dhe mendoja që është gjithmonë njëri, edhe vite më vonë pastaj duke pa video në YouTube, kuptova që këta që e kanë vëllezër edhe që e kanë dy, domethënë që e ka Dimitri Vega, që e ka dhe Like Majku, që janë ato emrat e tyre artistik, por realisht unë mendoja që Dimitri Vega është si Majku. Edhe ore kush është ky Majku? Pastaj kur i pash të dy aty kuptova që ata janë të dy. Kjo ka ndodhur para ca vitesh, të jem sinqert. Çfarë kërkesash kanë pasur të dy vëllezërit? Kërkesat më së konkrete, bëhemi konkret. Këta në krahasim me artista të tjerë, këta kërkesat i kanë setape teknike goxha serioze, shumë, domethënë në të një niveli dhe një standard të tjetër. Po kështu kërkesa janë pak a shumë të gjitha të njëjtat, ujë të veçantë, pije të veçanta, ambientet pak a shumë janë të gjitha njësoj. Dhe kur u futa te sajti dhe po shikoja çmimet e biletave. 65, 85 për 3 net. Pse ka lirë? Të del llogaria aty, sa mos më del. A keni menduar të fitoni? Në më të mirën e më të mirave do ishim shumë të lumtur në qoftë se do të dilnim me tonat. Pra, në qoftë sepse edhe projekti realisht nuk është 1 milion euro, është më pak se 1 milion euro, po do donim shumë të kompanitë që janë pranë industrisë. Çmimet nuk i kanë si kompanitë europiane, por edhe facilitetet që ofrojnë nuk i ofrojnë si kompani europiane, kështu që është një përpjekje shumë e madhe pothuajse nga të gjithë
për të mbajtur edhe kostot sa më poshtë. Por realisht ky line-up është një nga ato line-upet që bileta duhet ishte shumë më e madhe. Për këtë ne kemi debate të shumta se në fund të ditës unë bëj ato thënjet e mia që për shumicën këtu brenda për gjithë, domethënë janë klishe dhe i kanë mësuar ato standarde, domethënë kur diskutohet puna e biletave, unë jam sa kushton projekti, sa njerëz presim, bëjmë ato, po i listojmë sa sponsorizime presim, sa kompani janë ato që do na suportojnë duke sjellë ato produktet e tyre, ulim edhe të gjithë të fitojmë, po kjo nuk ndodh. Domethënë nuk ndodh sepse të gjithë në kompani mendojnë që tregu është ende i varfër. Unë them jo. Jemi disa ditë para festivalit. Për gjithë ndjekësit që janë duke na ndjekur, më thuaj 3 arsye pse duhet të jenë në data 13, 14 dhe 15 qershor në Eagle Beat. Se duhet të jenë Eagle Beat. Nuk ka se edhe një arsye t'jen, mos të vi asnjëri. Domethënë Seriozisht? fare se I keni shit gjithë? nuk ka asnjë arsye. Domethënë nuk ka asnjë arsye që të vinë. Pra nuk ka asnjë arsye të shijojnë muzikë të mirë, nuk ka asnjë arsye të dëgjojnë DJ të shkëlqyer. Nuk ka çfarë diti, çfarë. Nuk e di kjo e di. Antireklama është më e mirë ndonjëherë. Nuk ka lidhje me antireklamën. Mendoj që Eagle Beat është në fillimet e veta. Pra Eagle Beat, festivali edicioni i dytë që është më i madh se edicioni i parë, se edicioni i parë ishte 1 ditë, edicioni i dytë është 3 ditë. Dhe për shumë vite edicionet e tjera do qëndrojnë po në 3 ditë, pra nuk është se do vazhdojmë me 5, me 6, me 7, do koncentrohemi dhe ato 3 ditë. Qa do ofroj Eagle Beat-i të gjitha ata që do vinë, që të gjitha ata që nuk do vinë. Ata që do vinë, shumë prej tyre do ketë komente na sillni vitin tjetër kët, ose nuk më pëlqeu hyrja, jo po pse ishin... Shqiptarët gjithmonë kanë një koment. Do e kenë gjithmonë një koment që janë të gjitha të mikëpritura, ata që nuk do vinë, do shkruajnë si të shkruajnë gjithmonë në çdo koncert, sa pishman që nuk Prandaj, erdha. që mos bëni pishman, blini biletat menjëherë sa Mund t'i gjejmë biletat që t'ja bëjmë të thjeshtë? Biletat i gjejnë në sajtin e Kuadrit, i gjejnë në mbasditeve pranë stadiumit Air Albania. Biletat gjenden kudo, domethënë nuk është problemi. Jo po të duash. Biletat gjenden, nuk ka justifikim që nuk e gjeta biletën. Ka dhe fizike, ka dhe online, ka bileta për të tërë. Por nuk është ideja që a do vi as do vi. Pra, a do të marrësh një eksperiencë apo nuk do të marrësh një eksperiencë. Besoj që të gjithë duan besoj të jenë Eagle Beat në data 13, 14 dhe 15 qershor. Ne të paktën atje do jemi, What of a Show, duke marrë intervista ekskluzive, atmosferën. Dhe atmosferën, sidomos juve që do jeni atje. Kam përshtypjen që do bëjmë, ju do bëni qef. Unë jo. Do bëjmë ne dhe për ty. Ta premtojmë këtë. Albi, unë të falenderoj shumë në emër të Andales dhe What of a Show që ndave me ne gjithë këto detaje për sa i përket Eagle Beat Festival. Mirë se erdhët. Me zi. Dera është atje. Ju mos harroni 13, 14 dhe 15 qershor jemi të gjithë në Eagle Beat Festival për të shijuar festivalin më të madh të vitit në Shqipëri. What the fuck? What the fuck? Si na shkoj ky episod, si na shkoj. Të merr, domethënë nuk e di. Ore. Të merr, bukur ore. Mimi jo, të merr e përdor. Si po pres të rikthehemi në shtëpinë tonë. E unë jam der shumë në siklet, domethënë nuk di si të rri këtu, çfarë pozicioni të mbaj. Nuk e di nga Po kur e ke ditur ndonjëherë pozicionin ty? Të mbash pozicionin. Ti edhe te studio What the Fuss? Njëra kështu, njëra ashtu. E kupton? Tani unë nuk di çfarë të bëj. Autori do ta presi këtë pjesë që unë ta shaj, ore budalli. Ore, Unë jam të zënë budallin.
Tani do më lini që bëja të pyetjen se u zbërtheva këtej poshtë. Për ju që Ama kujdes. Ama vetëm poshtë më zuzbërbe. si u ndjet njerë, shtëpi e marr me qera, një telefon i shtuar, Pa kabull. pa kabull se unë e kam me Bluetooth. Një personazh që na erdhi dhe na iku me vrap. Po, si u Nëse, ndjet? por ne nuk do ikim me vrap sepse ne këtu na keni prapë premte tjetër urojmë në shtëpinë tonë të re me ndriçimin e parajsës së Zotit. Na vdiqëm domethënë. Pas këtij episodi, U bëm cancel ikëm. ose pra cancel nuk bëhemi ne se jemi kush Tani jemi. ikim se kemi evente të rëndësishme që na presin. Po, jemi aman me se Vera kështu pa kam këto afron, punë, okay? Parukeria, aman në Ju qokë, na ishte ndiqni të motra. premten tjetër ora 8:00 sepse ne për çdo gjë Themi, what the fuck? Si? Duhet bëni subscribe. Pa tjetër, po. Atëherë, sa po fola me drejtorinë e madhe të YouTube-it, dhe sa po na thanë që ju duhet bëni subscribe në andale.al dhe të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale andale.al. Ándale.